Por ku vjen problemi që ndjen dhimbjen e dërrasës pas koke? Vjen në momentin kur ti kupton që në atë garën e madhe që futen të gjithë për të bërë stafi i drejt për drejt i CEOs, është që në fund të 10 muajve unë filloj të shikoj cilët janë ata persona që duan të dinë. Nëse ti je në program sepse të kanë sjell, shpeshherë nuk je pyetur a do të zhvillohesh, a do të ecësh. Nuk je pyetur, po është me definicion, me për kufizim fakti që je në atë pozicion, ti jepet ky privilegj. Kur ke këta ADN të karrierës tënde e ke në dorë, ti kur ulesh dhe flet për ecurinë tënde në një karrierë, në biznes, në punë, ti di shumë mirë çfarë kërkohet dhe çfarë do t'i japësh. Nganjëherë ajo që kërkohet është një, do ta quaja me analogjinë, një këpucë një numër më të madh, dhe ti në një këpucë me numër më të vogël. Dhe ty të kërkohet të kalosh në një këpucë me numër më të madh. Sigurisht që do të jetë e vështirë, sigurisht që duke ecur dhe duke dashur të kapësh ritmin me të tjerët, të vraposh, këpuca nganjëherë del nga këmba. Dhimbja është shumë e madhe se bie me këmbë në tokë dhe ti vrapon. Nga ana tjetër mund të ndodh që ti nuk do mundesh kurrë, nëse nuk do punosh me veten tënde, që ti përmbushësh të gjithë kërkesat që ka kjo këpuca më e madhe, detyra më e lartë.